Thënie nga Charles Dickens, shkrimtar britanik, konsiderohet një ndër shkrimtarët më të mëdhenj të gjithë kohërave. Citojmë disa prej thënieve të tij. Qetësia e shpirtit është ëmbëlsia e jetës. Pohimi i hapur dhe i pacip ka për gjysmën e botës të njëjtën vlerë me një provë të pakundërshtueshme. Shpresat tona më të mëdha, të mbyllura dhe të përgdhelura në thellësitë e zemrës, largohen prej nesh për të humbur në detet e pafundme të përjetësisë. Kur ke pak mendje të shëndosh dhe një farë kulture të përgjithshme, nuk mund të thuash si je plotësisht i paditur për gjithçka. Fisnik një herë, fisnik për herë, fisnik deri në fund. Urrëtia kundrejt të mëdhenjve është nderimi i pavullnetshëm i të vegjëlve. Shtypja është e vetmja filozofi që zgjat. Nënshtrimi i errët i frikës dhe skllavërisë do t'i mbajë qenë të bindur ndaj kamxhikut. Ekziston një forcë mrekullueshme në trishtim dhe në dëshpërim. Gjithkush është i aftë të jetë i gëzuar dhe me humor të mirë kur është i veshur bukur. Dhimbja e largimit s'është asgjë krahasuar me gëzimin e kthimit. Nga të gjitha gjërat e padobishme, më e padobishmja është të derdhësh një lot për një ditë që ka kaluar. Midis atyre që kanë cilësi të forta të qëndrueshme, asgjë nuk është më ngjitse se sinqeriteti i pastër i zemrës.